në momentet e soja më të mira, për shkak se ka pas një goditje të rëndë kësaj partie politike, për vetë faktin që ish lideri Hashim Thaçi u akuzu dhe u arrestu dhe shkojnë hak, po ashtu lideri tjetër që ishte Kadri Veseli, po ashtu figur kyçe edhe ai u arrestu edhe shkojnë hak dhe partia mbet dyqysh kogja e lëndum, kogja atakum, edhe Membli në farë mënyrë në atë ku ka qenë Enver Hoxha si ushtrues detyre, pas kësaj e ka marrë Membli me mandat plot. Domethënë nuk e ka marrë partinë ato momentet e mira të saj. Ka pas një farë trendi kogja pozitiv të udhëheqjes Partisë Demokratike deri në këto zgjedhje lokale, që mendoj këto zgjedhje lokale me gjas për shkak 2-3 gabimeve që kanë ndodhur, mund të konsiderohet që ka pas trend negativ. Edhe kjo ndërheqja aty nuk e lidhi shumë ndoshta edhe me trendin zgjedhor, sa lidhi me një problem që është komuna Drenasit. Për shkak se Ramiz Ladroci ka dalë publikisht. Ka thënë, në rast se unë e humbi komunën e Drenasit, unë e largona nga politika. Edhe e pranoj fajin, që pas ka qenë fajin edhe Partia Demokratike pas ka vepru mirë që se më ka nominu mu. Në rast se unë e fitoj komunën e Drenasit, Membli Krasniqi duhet me dalë me dhënë ndërheqje për shkak se ai ka gabu që se më ka nominu mu, po ka nominu dikon tjetër. Edhe mendoj, kjo është arsyeja kryesore pse Membli Krasniqi ka jap ndërheqje, po ashtu mendoj që për mos me leju që Partia Demokratike me undom, një hek edhe një krah. Sikur ajo iniciativa Ramiz Ladroçit që u përfol që mundet me kriju një subjekt politik dhe me marrë pjesë në zgjedhje, Membli Krasniqi e sakrifikoi veten e tij për Partinë Demokratike. Pra tërhiq na unë që mos më leju me ndodh që kjo ndarje, që mos më u lëndu edhe më dëmtuar edhe më shumë Partia Demokratike, edhe unë si është më thënë veprim politik e vlerësoj tejmose që në këtë rast Membli Krasniqi nuk e ka kthyer karrikën e vet, edhe as pozitën e vet të kryetarit të Partisë Demokratike.